pak e besueshme që zavenci i tij, i propozuri i tij për ministër të jashtëm mundet si mandatar me ndërtu një qeverinë. Glauko Njufça është mandatar me dur të lidhuna edhe me gojë mshel. Unë nuk po shoh deputet që ka nxjerr votën tezëk. Po e kujtoj atë që kam thonë në seancën e parë të 15 prillit, nëse s'gaboj, të kësaj legjislature, që Kosova ka hyrë në një krizë të gjatë dhe Kosova nuk ka më as kuvend as qeveri. Po flasmi sot shumë në muajin nëntor për një proces i cili vazhdon me qenë krizë politike, vazhdon me hulumtu mënyrën se si me bë qeveri. Rasti i konstituimit kuvendit është në gjykatë kushtetuese dhe jemi në mbyllje të procesit të zgjedhjeve të reja lokale dhe në proces të hapur për zgjedhjet përgjithshme. Mandatari i parë, lideri i partisë parë, kryeministri në detyrë, nuk arriti me ndërtu qeveri, pak e besueshme që zavenci i tij, i propozuri i tij për ministër të jashtëm mundet si mandatar me ndërtu një qeveri në formulën e njëjtë, me emrat e njëjtë, propozum, me një ndërrim të vetëm, pa bashkëpunim të partive politike dhe me deputet e njëjtë. Glauko Njufça është mandatar me dur të lidhuna edhe me gojë mshel. Çka mundet me bë? Unë nuk po shoh deputet që ka nxjerr votën tezëk. Me shku me mor dikush. Ose kuna ti duhet me mor për arsye. Kjo punë i bjen që duhet mu bind nëse partitë politike ka reagu dhe LDK-ja, me jojën e saj, sepse nuk kanë ndryshuar arsyet për me ndryshu qëndrim, atëherë ku po gjenë deputet për te 111-ve që kanë besim edhe mundësi me i bindë zoti Glauko Njufça që me avotu një qeveri apo një buk gatume cila duhet pjeket.